I nderuri zotëri kryetar I komunës Dr. Ferit Idrizi, të nderuar asamblesë dhe zyrtarë të komunës së Vështrisë, të nderuar veteran të arsimit, bashkëftarë të ushtrisë qërimtare të Kosovës dhe të nderuar qytetarë tjerë të pranishëm në këtë të bëjmë. Me lejeni që në fillim t'ju përshëndes nga zemra të gjithë juve që me pranim tuaj në këtë promovim të librit tim me titull Vushtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronikë ngjarjesh në periudhën 1990-92, me keni bërë një nderim të veçantë duke treguar kulturën e lartë dhe respektin që keni për librin shqip të autorëve të komunës tonë. Hartimi I librit ka kërkuar kohë dhe përkushtim për rreth 3 vite, derisa është bërë gati dhe është pajisur me shumë dokumente të kohës, të cilat I kam grumbulluar në periudhën 1990-92, gjatë kohës sa isha në këshillin iniciues për themelimin e degës së LDK-s, antari kryesisë së degës së LDK-s, sekretari I degës dhe si kryetari I Komisionit Qendror për Ndihmë Solidare dhe I Komisionit Solidaritetit Familja Ndihmon Familjen. Të gjitha dokumentet e prezantuara në këtë libër urojtën me mend dhe sakrificë të madhe, në kohën kur të gjitha shtëpijat e shqiptarëve ishin cak I kontrollit dhe mbastisjeve të përditshme nga policia serbo-jugoslave për të kërkuar armë dhe dokumente të aktiviteteve të LDK-s. Ky libër është I shkruar në 3 vëllime me gjithsej 1341 faqe të formatit A5. Është I pajisur me dokumente të kohës për të gjitha aktivitetet politike të organizuar nga dega e LDK-s në Vështri dhe nga nëndegët dhe aktivet në teren në periudhën 1990-92. Shtjellimi I materjes vetëm për këtë periudhë është bërë nga se për këto vite kam poseduar dokumentacionin ngjexës në arkivin tim personal lidhur me aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj periudhe. Vëllimi I parë titullohet Themelimi, shtrirja dhe aktivitetet e degës së LDK-s në Vështri gjatë periudhës 90-92. Në këtë vëllim përmes 514 faqeve janë trajtuar të gjitha aktivitetet politike e kombëtare të degës së LDK-s në periudhën e cekur, të dëshmuara përmes burimeve të dokumente autentique dhe procesverbaleve të mbledhjeve të kryesisë së degës së LDK-s në Vështri dhe në ndegëve e aktiveve të saj në teren. Këtu kemi dokumentet e mbajtjes së kuvendit të parë të degës së LDK-s në Vështri dhe të nëndegëve dhe aktiveve të saj në teren dhe të procesverbaleve të mbledhjeve tjera.